Në brigjet e Durrësit të lashtë, në një mëngjes të mjegull të shekullit 3 para erës son, një tregtar grek ngrin kur sheh në dorë një monedhë të panjohur. E njëjta formë e dy rrahut, i njëjti format i argjend, por diçka e frikshme, e papritur i kap syt. Mbi figurën e qytetit e gdhendur me vendosmëri është shenja e një mbreti të ri. Dhe aty me gërma të mbrehta shkruhet të mbretit Monun. Në atë qast, tregtari kupton se Iliria ka ndryshuar për gjithmonë. Nëse ju pëlqejnë historitë e harruara të ilirëve dhe shqiptarëve, shtypni butonin pëlqej dhe abonohuni që të mos humbasni asnjë video nga kanali ynë. Kur Piroj e Epirit vërsulej drejt jugut dhe kur Maqedonia dridhej nga luftrat e brendshme, një djalë i ri i fisit të taulantëve po kalitej në heshtje. Ishte njeriu që do ta vazhdonte rrugën e Glaukut, mbretit të madh ilir. Ky djalë quhej Monuni. Dhe shumë shpejt do të bëhej mbreti që ringriti Ilirin. Fati deshi që vitet e para të sundimit të tij të ishin të mbushura me rrezik. Mes viteve 284 dhe 282 para erës son, Piro sulmoi Ilirin e jugut, mori Apollonin dhe territore të tëra, duke rrezikuar vetë zemrën e shtetit ilir. Por Monuni nuk u përkul. Ai e mbajti linjën, ruajti popullin e vet dhe priti momentin e duhur. Dhe momenti erdhi. Në vitin 280 para erës son, Piro u nis drejt Italisë për betejën e tij të famshme kundër Romës. Iliria mbeti pa rreziku në jug. Durrësi dhe Apollonia mbetën pa presion të jashtëm. Dhe Monuni për herë të parë kishte lirinë të ndërtonte. Lufta e Piros kundër mbretërisë ilire megjithatë vihet shpesh në dyshim. Kjo duket se kundërshtohet nga vepra të tjera burimore klasike të hershme, në veçanti historia e Pompetrogut, sipas së cilës kur Piro po planifikonte fushatën e tij në Itali, ai bëri një aleancë me mbretërinë ilire të Monunit. Dëshmia arkeologjike e marrëdhënieve të mira midis epirotëve dhe ilirëve është se monedhat e argjendit të Monunit u gjetën në sasi të mëdha edhe në Epir. Një tjetër tregim shumë i rëndësishëm i marrëdhënieve të mira që Piroja mund të ketë pasur me mbretërinë ilire është edhe vetë fakti se ai ishte rritur në oborin e mbretit ilir Glaukut, para ardhësit të Monunit. Në vitet që pasuan, Iliria nuk ishte më e njëjta. Monuni filloi një transformim që askush nuk e kishte menduar. Ngriti struktura shtetërore, konsolidoi ekonominë, forcoi qytetet dhe organizoi mbretërinë në mënyrë moderne. Por veprimi më i madh i tij do të vinte shpejt dhe do të bëhej simbol i epokës së tij. Në një ditë që sot nuk dihet sakt, por që është gdhendur në historinë tonë, Monuni dha urdhër për diçka të paprecedent. Goditjen e monedhave të tij mbretërore në vetë qytetin e Durrësit. Në atë qendër të famshme tregtie e ndikimi u përgatitën statere të reja argjenti. Ishin identike me ato të qytetit helen, por me një ndryshim që dridhte strukturat politike të kohës. Mbi figurën tradicionale të lopës, Monuni shtoi noçkën e derrit, simbolin e shtëpisë mbretërore ilire, dhe gdhendi emrin e tij. Ishte njëjtë si të shkruaje, këto monedha i përkasin Durrësit, por mbi Durrësin jam unë. Një veprim i tillë kërkonte jo vetëm guxim, por autoritet. Durrësi nuk do të pranonte të godiste monedha të një mbreti të huaj, po të mos e njihte fuqinë e tij. Prandaj këto monedha dëshmojnë se Monuni e kishte nën kontroll real qytetin, ashtu si më vonë do ta kishte edhe biri i tij, Mytili.
Por Monuni nuk ishte vetëm ndërtues, ai ishte edhe luftëtar. Në vitin 280 para erës sonë, Maqedonia shpërtheu në luftë civile. Dy pretendentët për fronin e saj përplaseshin për pushtet, Ptolemeu Epigoni dhe Ptolemeu Cerauni. Historiani Pompeius Trogus tregon se në këtë moment kaotik, në këtë përleshje të mbushur me gjak dhe tradhti, një mbret i lirë hyri në skenë, Monuni. Ai u bashkua me Ptolemeun Epigoni dhe marshoi në Maqedoni. Për herë të parë në histori, Iliria u bë pjesë drejt për drejt e luftrave për fronin maqedon. Monuni nuk ishte më mbret lokal, ai ishte një lojtar rajonal. Nga viti 280 deri më 279 para erës sonë, ushtrit ilire, maqedone dhe galate përplaseshin në një luftë të madhe që do ta ndryshonte hartën e Gadishullit ilirik. Dhe ndërsa këto beteja qanin tokën, një tjetër gjurmë e mbretit nisi të mbijetonte. Gjatë luftës së parë botërore pranë brigjeve të liçenit të Ohrit, një ushtar zbuloi një helmet të lashtë bronzi. Të gjithë menduan se ishte një objekt pa rëndësi, derisa në pjesën e pasme u lexua qartë një mbishkrim: Basileos Monunios, e mbretit Monuni. Kaligrafia e njëjtë me ato të monedhave të tij, forma tipike për sundimtarët e kohës, helmeti një mbreti që kishte komanduar ushtri dhe territore të mëdha. Sot ajo helmet ruhet në Berlin dhe së bashku me monedhat e Durrësit është prova më e qartë se Monuni sundoi një mbretëri të organizuar, të fortë dhe me ndikim të gjerë. Por misteri i tij nuk mbaron këtu. Shumë arkeolog besojnë se Monuni prehet në tumat mbretërore të Selsës së poshtme. Aty mes ndërtimeve monumentale të skalitura në shkëmb, ndodhen varre që datojnë pikërisht nga koha e tij. Në njërin prej tyre, dy relievet e skalitura tregojnë një mburoj ilire dhe një helmet mbretërore helenistike, identike me atë të zbuluar në Ohër. Varri ishte grabitur në antikitet, ndaj emri i mbretit nuk është ruajtur, por simbolet flasin vetë. Gjithçka tregon se aty prehet një mbret i lirë dhe gjithçka përputhet që ai mbret të jetë Monuni. Ai ishte themeli i asaj që do të bëhej më vonë mbretëria e arbërëve nën Agronin dhe Teutën. Ai përgatiti terrenin, forcoi ekonominë, organizoi shtetin, kontrolloi qytetet dhe krijoi struktura mbi të cilat vetëm pak dekada më vonë Iliria do të hynte në konflikt me Romën. Monuni ishte ai që ngriti Ilirinë në nivelin e fuqive të mëdha të Gadishullit. Ai është mbreti i parë i lirë që kreu reforma të vërteta shtetërore. Dhe mbi të gjitha, ai është mbreti i parë që guxoi të godiste monedhën e vet, duke thënë: "Kjo është Iliria ime." Nëse e dëgjuat historinë deri në fund, shkruani në komente se cilin mbret tjetër i lirë dëshironi ta trajtojmë në një video të ardhshme. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.